raporteve institucionale tek zonja Osmani dhe zotri Kurti, zonja Gërvalla. E kam ndje në presion, e kam ndje që ajo e ka, domethënë e mban atë paknatësi. Çarja më e madhe ose mungesa e komunikimit ka ndodhur te insistimi atëherë kur ishte i kryeministit Kurti për t'i mbajtur kryetar. Në politik duhet lënë gjithmonë hapësirën e komunikimit. Lëvizja vetëvendosje do të del ende më mirë se në dhjetor. Pushteti kesh përdoret kur përdoret pasuria publike për përfitime personale. 6 vite në pushtet jam thellësisht e bindur që kanë qenë stabilizim, kanë qenë çështje të cilat kanë ekzistuar midis vetë raporteve institucionale tek zonja Osmani dhe zotri Kurti, zonja Gërvalla, siç janë bërë pastaj edhe publike, mendoj që nuk po i bën nder fushatës komunikimi qasja që zonja Osmani tashmë e ka arshi edhe lëvizjes vetëvendosje. E kam ndje në presion, e kam ndje që ajo e ka, domethënë e mban atë paknatësi që ekziston me qeverinë, por nuk mu ka duk as momenti duhur, as forma e mundësia që unë me i trajtu ato për shkak se nuk kam qenë pjesë. Jo, absolutisht, nuk ka diskutuar aso kohë, as këto janë çështje të cilat, domethënë unë për herë të parë kam dëgjuar tash kur i ka përmend, edhe nuk e besoj që qëndrojnë. Kanë qenë po çështje të komunikimit në raport kryesisht me situatën në veri. Do thotë çarja më e madhe ose mungesa e komunikimit ka ndodhur te insistimi atëherë kur ishte i kryeministit Kurti për t'i mbajtur kryetar, 2 kryetarët që i kishte fituar lëvizja vetëvendosje 2 komuna në Mitrovicë të Veriut dhe në Leposavić, 2 kryetarët në ndërtesat e komunave, në veçanti në Leposavić, nëse e mbanin mend, me Lulzim Etemin. Po unë besoj që nga diskutimet edhe nga retorika e cila po komunikohet, nuk po shkon në frymën e një personaliteti unifikues tashmë. Se zyra e presidentit e presidentes është zyre e cila gjithmonë ka kërkuar edhe kërkon, domethënë atë rolin e një personi unifikues dhe po shkon në kundërshtim me ato vlera që zonja Osmani mundoi t'i promovonte deri në momentin kur pretendonte edhe një mandat të 2. Sa ishte ende në zyre. Kur thoshte se të gjithë më duan, veç vetëvendosja nuk po don të më propozoj. Ndërsa tash po dalin shumë fragmentime, po referohet disa situatave të cilat kanë sjell më shumë ndoshta po e sjellin ose po ja rikthejnë. Jo, të them të drejtën është dhënë nga përvoja ime politike, unë them se në politik duhet lënë gjithmonë hapësirën e komunikimit, në veçanti në mes të partive shqiptare, të cilat kanë pjesëmarrje parlamentare dhe të cilat është e domosdoshme të paktën të komunikojmë edhe për gjëra që nuk pajtohemi. Do të thotë komunikimi dhe dialogimi nuk kanë alternativë në gjuhën parlamentare. Unë mendoj që lëvizja vetëvendosje do të del ende më mirë se në dhjetor. Nga disponimi, nga mbështetja, nga mobilizimi që po e shohim në terren, dhe ato po e them pas forcime, do të thotë pa ndonjë ndjenjë që dikush nga jashtë po bën qytetarëve, po ju thotë ju duhet se kjo është e rëndësishme. Po i bjen një spontanitet, një vetdije e qytetarëve në përgjithësinë që e kanë, që nëse po duan që t'i japim më shumë lëvizjes vetëvendosje që ta kenë ende më të qartë fitoren, do t'ja japim. Kjo është perceptimi im, që po e ndjej e po e shoh në takim me qytetarët anë mban Kosovës. E para, e dyta, ndjenja se pa marrë parasysh që po mirret shumica, sistemi elektoral i Kosovës, qoftë në parlamentin e Kosovës me ulëset e rezervuara, prap po e kufizon një subjekt politik që më e pas, domethënë nëse diku tjetër i fiton 51% në përkthim në numrit të ulëseve në kuvend, do duhet të ishte mbi 60 deputet, apo jo, për arsye se 120 janë. Megjithatë ne kemi sistemin me ulëset e rezervuara për komunitetet jo shumicë dhe prandaj kjo përqindje po bie. Pushteti kesh përdoret kur përdoret pasuria publike për përfitime personale. Kur përdoret pasuria publike për ngritje të mirëqenies së qytetarëve, nuk është keq përdorimi i pushtetit, është ngritje e mirëqenies dhe është qeverisje e mirë. Asesi jo, për arsye se nuk është e njehershme, këto janë vendime që do të vazhdojnë e do të pasojnë në ngritjen e mirëqenies së qytetarëve. Dhe le të vjen një qeveri tjetër le të thotë se unë do i uli shtesat për lehona, ose unë do i uli shtesat për fëmijë, ose unë do e heq mekanizmin e themi mbështetjes së kategorive të veçanta. Do të thonë, është folur shumë për 2 milion euro që janë investuar ose që po investohen për të mos u humbur linjat ajrore gjatë verës për mërgjimtarët tanë që vinë. Vlera e remitencave që vinë në Republikën e Kosovës brenda vitit kalon 1 miliard. Do të thonë mbi 1 miliard euro është. Dhe nëse është 2 milion
euro, të cilat ipen si mbështetje apo si siguri që mos të anullohen fluturimet për mërgjimtarët, e cila do të shkaktonte me siguri shumë më shumë udhëtime me vetura, shumë më shumë mundësi për probleme e të tjera. 6 vite në pushtet jam thellësisht e bindur që kanë qenë stabilizim, kthim në një pikë në të cilën e tërë Republika është një njësi territoriale dhe nuk ka më dyshime mbi fatin dhe statusin e një pjese të rëndësishme të territorit të Republikës, 17%-shi, në më veriun e Kosovës, se më duket që shpesh herë lehtësisht po anashkalohet ose po mendohet, thuhet vetë se po çka keni bërë këto 6 vite, cili është projekti më i madh. Unë pa asnjë hezitim e them se projekti më i madh i administrimit apo i qeverisë Kurti është mbajtja e tërësisë territoriale, vendosja e prezencës institucionale në tërë territorin dhe krijimi e kthimi i ndjesisë së prezencës së shtetit në çdo cep të vendit. Arsyeja që po përmenden vetëm autostradat ose vetëm rrugët janë arsyeja se ky ka qenë standardi që është vendosur më herët. Do thotë ka qenë nuk e them që nuk janë të rëndësishme, janë shumë të rëndësishme rrugët, konektiviteti, ndërlidhja. Por përtej rrugëve dhe konektivitetit ka pasur shumë projekte të tjera të cilat përmenden dhe të cilat ka pasur një rikthim të prezencës ofrimit të shërbimeve publike prej spitaleve, a është mjaftueshëm ende jo, por definitivisht që është shumë e rëndësishme.